Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në një intervistë që i mora përpara 4 viteve Arben Çekut, gazetarit, shkrimtarit, diplomatit, për zgjedhjet e vitit 2021, në mbyllje të intervistës më tha një frazë që na mbeti në mendje të dyve, po ai e tha, nuk e thash unë. Unë jam kandidat për kandidat, tha, kështu mbeta, tha. Ishte titulli, nëse do kisha ato gazetat klasike, do ishte titulli i shkrimit ose i lajmit që çfarë ndodhi me Arben Çekut në një proces të quajtur primare apo si duam ne mund t'ia vëmë emrin, që selektonte kandidatët për deputet të Partisë Demokratike në zgjedhjet e vitit 2021, ku kryetari ishte Lulzim Basha. Dhe Arben Çeku pësoi një zhgënjim të madh në fund të atij procesi, sepse nuk arriti të bëhej kandidat i Partisë Demokratike për zgjedhje. Dhe titullin e vuri vet, jam kandidat për kandidat. Kaluan 4 vjet dhe gati një pjesë thonë Arben Çeku humbi. Arben Çeku asnjëherë nuk rri pa u marrë me një gjë, me projektet e tij, me institutin që drejton, por edhe si analist i kudo ndodhur në median televizive dhe jo vetëm. Dhe mbas 4 viteve më befasoi me një lajm para pak ditësh. Një roman me titullin Kandidati për kandidat. Kandidati për kandidat. Thash. Titulli i intervistës time. Dhe ky është roman. Arben Çeku gjithë atë që la gjurmë në atë proces e ktheu në një roman. Unë do bisedoj sot me Arben Çekun në një intervistë për kandidatin, por këtë bisedë nuk do ta nis me romanin. Këtë do ta lë kështu si qershi në tort. Do ta shfrytëzoj këtë, po e them kështu me sinqeritet, do ta shfrytëzoj këtë intervistë për të bërë një bisedë që mua më kishte marrë malli me një nga diplomatët më të mirë në Shqipëri, por edhe një nga gazetarë dhe një nga miqtë e mi më të mirë në media shqiptare. Arben Çeku, të falenderoj shumë që pranove ftesën. Faleminderit Landi që takohemi pas disa kohësh. Të kam kërkuar unë intervistë dhe jo ke ardhur ti për të më sjellë një libër. Unë falenderoj që më ke dhënë librin dhe me autograf. Po të kam ftuar unë, nuk më ka ardhur ti. Faleminderit. Dhe kam kënaqësi. Me atë që po ndodh sot në bota zjen. Ky është dhe e fundit. Është më e rëndësishme që Arben Çeku në këtë moment të flasi për luftën midis Izraelit dhe Iranit, në fakt, sesa kandidatin për kandidat. Patjetër. Në fakt, më mirë do ishte të flisin për paqe, sesa për luftën, megjithatë kjo është e pashmangshme dhe normalisht që në këtë situatë ku ndodhemi ne edhe si shtet, po edhe si kombë, duhet ta lexojmë në një mënyrë tjetër, sepse në fundit ne do të shikojmë interesat tona kombëtare. Dhe para se të flas për zhvillimet e fundit, mund të them që të gjithë duhet të kemi në vëmendje interesin tonë kombëtar, i cili nuk mund të them që është një pikë pyetje, por duhet ta rishikojmë në një këndvështrim të ri, gjeopolitik, geostrategjik, dhe më vjen keq ta them, por në një farë mënyrë na ka gjetur të papërgatitur e gjithë kjo që po ndodh rreth nesh. Qoftë vatra. Ka gjetur të papërgatitur? Besoj që po. Në aspektin diplomatik, politik apo në aspektin ushtarak? Bëj të gjitha së bashku. Të gjitha së bashku. Sepse neve nuk kemi një platformë të qartë. Egoja për pushtet, lufta për pushtet, ka qenë më e madhe se sa lufta për shtet. Dhe neve... Lufta për pushtet është më e madhe se sa lufta për shtet. Se sa lufta për shtet. Po, edhe kjo për fat të keq ngjan si në Shqipëri edhe në Kosovë. Ju e shikoni se sa herë dështon Kuvendi i Kosovës për të zgjedhur një kryetar. Unë para disa ditësh bëra një mesazh në Facebook për, thash, vdiq papa, pati kohë u zëvendësu tjetri i riu, dhe gjithë kishat e morën vesh kush është papa i ri, kurse në Kosovë u bën zgjedhjet para se të vdiste papa, dhe akoma nuk ka mundësi të zgjedhë një kryetar kuvendi. Zoti Çeku, sa e bukur ka. Ti thua i miku Zoti Çeku, do thonë nuk e di, më largon, po jo, Beni sinqerisht ta them, do më largon se si më duket të them Zoti Çeku. Po jo, flas. Ne do t'i marrim me radhë. Tani në fillim me luftën izraelito-iraniane. Tani çfarë po ndodh atje? Pse ishte kjo? Do thënë ky sulmi i Izraelit dhe tani kundërpërgjigja dhe kundërpërgjigja ndaj kundërpërgjigjes. Shiko, nuk është një rastësi, nuk është një rufe në qiell të hapur. Konflikti ka qenë gjithmonë prapa perdes. Aty ka qenë. Lufta për dominancë ka qenë shumë e madhe.
Irani ka udhëhequr gjithë atë aksin e djallit që përmendi presidenti Bush, nëse u kujtohet. Po, shumë e bukur. Aksi i djallit ishte Rusi? Ishte Irani, Iraku, Siria, atëherë edhe Kina, sigurisht, edhe Kina. Dhe Irani është nga ato shtete që ka udhëhequr gjithmonë në propagandë, në aksione ushtarake, në përgatitje, koalicioni, nëse mund ta konsiderojmë këtu, koalicioni e gjithë grupeve ose shteteve anti-izraelite, me idenë që Izraeli duhet të zhduket nga lindja e mesme, pra të zhbëhet. Të zhbëhet si shtet. Të zhbëhet si shtet, sepse gjithmonë është parë si kërcënim për gjitha vendet që rrethojnë Izraelin. Po? Dhe Irani me programet e mbushjes bërthamore, me të gjitha lëvizjet subversive, me luftën ekonomike sigurisht, në të gjitha rastet është përpjekur që ta shmang Izraelin dhe ta bëjë një shtet të pa rëndësishëm. Dhe në fakt, edhe më përpara ka patur rivalitete midis Iranit edhe Izraelit. Madje ftoj për të lexuar disa dokumenta ose botime që tregojnë se kur Irani është afruar në një aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli nuk e ka parë me simpati këtë gjë. Dhe ka patur gjithmonë në prapavi, gjithmonë një rivalitet për miqësinë amerikane. Pyetje, Çeku, kur ishte në kulmin e luftës në rripin e Gazës, i këputi dhe një sulm Iranit. Ore, nuk po i dilte Izraelit kjo? Ky konflikt? Kjo është një pyetje djallëzore. Po, jo, është shumë miqësore, sepse realitetet flasin vetë. Kemi sulmin shumë preciz që bëri presidenti Trump kundër generalit të madh Suleiman në Iran, dhe pastaj kemi në vjushmëri disa aksione të Mossadit dhe organeve të sigurisë të Izraelit, me precizione të larta, ju kujtohet ato me biper, apo sulme të tjera, pra nuk është se kanë munguar edhe më përpara këto paralajmërime. Po ka qenë fragmentare. Po ka qenë fragmentare dhe kanë qenë paralajmëruese, sepse Irani tentonte që në grupet në gjirin e Hormuzit edhe në vendet të tjera është përpjekur që jo thjesht të financoj këto grupe, por të ndërtoj teknologjinë ushtarake anti-amerikane, anti-izraelite në këto grupe. Për shembull grupi Huti, që janë këto që merrin peng anijet, të gjitha këto nuk ishin vetëm thjesht më eksportime të armatimeve, por ata kishin përgatitur qendrat e tyre në këto vende dhe përgatisin që të kishte një sulm frontal kundër Izraelit. Pra, me gjithë skepticizmin apo me gjithë kritikat që mund t'jenë për disa qasje të kryeministrit Netanyahu, në thelb Izraeli është në një përpjekje mbijetese, themi, sepse të gjitha përpjekjet kanë qenë bërë që Izraeli të zhbëhet edhe përpjekjet e Iranit. Dhe jo vetëm të Iranit. Jo vetëm të Iranit, tani do të jemi realist. Në lindjen e mesme në tërësi ka një propagandë antisemite dhe ka edhe aksione sigurisht antisemite, po Izraeli për shkak të teknologjisë së lartë, për shkak të mbështetjes amerikane edhe mbështetjes së botës perëndimore, ka mundur të mbijetojë dhe të qëndrojë. Ndoshta ky konflikt mund të ishte trajtuar një mënyrë tjetër, por gjithsesi do vinim tek një përplasje Iran-Izrael. Mjafton të shohim kronikat më përpashme, analizat që janë bërë më përpara, të gjithë e kanë anatemuar dhe kanë paralajmëruar si një rrezik të përplasjes Iran-Izrael. Dhe jemi sot këtu ku jemi, që jemi në një konfrontim ushtarak dhe në të gjitha frontet mes Iranit dhe Izraelit. Tani, do të pyes përsëri për Iranin dhe Izraelin, por konflikt Iran-Izrael, konflikt Izrael rripi Gazës, konflikt Ukrainë me Rusi, para konflikt, dhe presidenti Trump e tha që kam shuar, tha, një konflikt mes Kosovës edhe Serbisë. Jemi në prag të luftës së tretë botërore, Çeku? Shiko, mos presim që do të ketë një luftë të tretë, siç ishte lufta e dytë botërore frontale. Pra lufta që po përjetojmë sot është ajo që pak a shumë Huntington e ka parashikuar dhe ka në përplasjen e civilizimeve. Nëse do ishim të vëmendshëm, aty ka shumë gjëra të cilat sot i shohim të realizuar. Do të thënë duke thënë që profesori i Harvardit
e parashikoi dhe doli. Jo vetëm ai, po ka edhe vetë organet e tjera të sigurisë amerikane dhe europiane, edhe NATO vetë ka parashikuar që do ketë vatra të tilla konfliktesh. Ti je duke thënë që do mbeten vetëm vatra? Vatra. Nuk do ketë luftë të tretë botërore. Në tërësi do t'jenë vatra dhe po ta vini re, të gjitha sulmet janë me një precizion shumë të lartë. Pra nuk kemi ato dëmtimet e mëdha fizike siç ishin në luftën e dytë botërore, por janë konflikte të lokalizuar. Nuk ka më luftë frontale si dikur. Lufta po shkon gjithnjë më shumë drejt një teknologjie të lartë, një niveli të lartë, edhe të përdorimit të ushtrisë. Tani do të pyes edhe për pozicionin e shqiptarëve ndaj Izraelit dhe nga Iranit, por çeku mua më ka bërë përshtypje kjo, si ka mundësi izraelitët që janë populli më i diskriminuar dhe ndaj të cilit është ushtruar genocidi më i madh të paktën në 200-300 vitet e fundit. Ai armen ka një krahasim, po përsëri nuk krahasohet se 6 milion të vrarë gjatë luftës dytë botërore është një shifër, domethënë ekstra egzageruar. Arri të bëj genocid ndaj atyre fëmijëve dhe të bëj kryevrasje në rripin e Gazës, këtë se kam kuptuar. Sigurisht është e dënueshme. Dhuna ndaj civileve është e dënueshme. Absolutisht askush nuk e pranon këtë gjë. Përse përket genocidit, përveç luftës së dytë botërore, harrohet të shtohet që një persekucion të jashtëzakonshëm kanë patur edhe në regjimin e Stalinit, hebrejt. Pra ka patur një segregacion edhe gjatë periudhës së komunizmit. Pavarësisht se një pjesë e tyre, ju e dini se jeni historianë, keni studiuar, një pjesë e madhe e tyre ishin edhe antarë të strukturave drejtuese në Bashkimin Sovjetik, po një pjesë e madhe kanë përjetuar persekucion. Konfliktet kundër civilëve të pambrojtur janë të dënueshme dhe si ka mundësi, pse arriti deri? Askush nuk pajtohet. Mendoj se secili do të mbajë përgjegjësinë e tij për këtë gjëra. Ne tani po flasim për një çështje që lidhet me një agresor shumë më të madh siç është Irani. Pra kemi një konflikt me Iranin, kurse pjesa e Hamas, i cili ka manipuluar në fakt, ka keq përdorur mbrojtjen popullore. Dhe unë mund të them që ajo çfarë ka ndodhur në rripin e Gazës është edhe pasojë e një korrupsioni moral dhe politik të disa qeverive të lindjes së mesme, të cilat kanë përdorur Palestinën dhe çështjen palestineze për beneficione politike dhe asnjëherë nuk janë investuar për një paqe të vërtetë midis Izraelit dhe palestinezëve dhe nuk është se kanë investuar në rripin e Gazës. Si se bëri Arafati i mbetet Arafati bëri një përpjekje të vonuar, ju e dini shumë mirë, me Yitzhak Rabin. Ai duhet ta kishte dhënë dhe me Clinton shkoi me vonesë, edhe ajo që u nënshkrua me vonesë, edhe çej pa aftë për ta zbatuar. Lëndi janë shumë faktorë, jo thjesht gjeografikisht, por se ai Arafati ka qenë në Shqipëri, është stërvitur këtu. Për gjithë ata që nuk e dinë. Nuk është i vetmi. Se kush është tjetër? Po kemi patur edhe Mugabe në ca tjerë. Edhe Mugabe ka qenë. Po kanë qenë në shkolla e partisë edhe në shkollën e partisë Mugabe. Ka qenë Abdi Baletën. Kush? Mund të pyesësh Abdi Baletën, ka qenë Abdi Baletën. Jo, për Yasser Arafatin, domethënë pra ata që na ndjekin, duhet të themi dy fjalë që ka qenë në Shqipëri, mund ta tregosh si histori. Janë stërvitur, sepse atëherë Shqipëria ishte fanar ndriçues edhe në të gjitha këto organizatet. Ne kemi strehuar terrorist? Shiko, edhe këto grupet marksist-leniniste që FARC, që është në Kolumbi, që janë organizata sot kriminale të lidhur me drogën e tyre, i kemi patur, i kemi stërvitur dhe për këtë mund të flasin ekspert i sigurimit, sepse... Po pse nuk kishte një deklaratë çeku nga organizma ndërkombëtar që Shqipëria strehon terrorizëm për shembull? Pse nuk kishte? E di pse, sepse ne dukeshim shumë të mëdhej, po ishim shumë të vegjël, ne ishim nën kontroll. Paka shumë dieshin kush vinin e kush shiknin. Dhe është për të ardhur keq, janë bërë gjitha ato shpenzime për asgjë. Janë bërë shpenzime? Po sigurisht që janë bërë shpenzime. Sa qëndroi Arafati këtu? Sepse vetëm për të sjellë një marksist-leninist nga Kolumbia ose nga ato vendet e izoluara, po për të dhënë një intervistë në Radio Tirana, bësh një shpenzime të mëdha. Po ty në arkivat e Ministrisë së Jashtme do të shikosh se sa lekë janë shpenzuar për të sjellë një marksist. Po Arafati sa ka qëndruar këtu? Nuk e di, po ka ardhur disa periudha. Ka ardhur disa herë? Ka ardhur disa periudha, plus që ka patur edhe përfaqësues të vetët. Se këtu ka qenë dhe Che Guevara?
Tani, unë nuk do të hyj këtu në një bas historik, sepse nëse do ta kishim bërë si temë këtë, do të kisha përgatitur edhe shumë gjëra. Do kemi rast, do të ftoj përsëri, po rrim përsëri te linja mesme, te konflikti midis Izraelit, se ato nuk janë dhe shtete kufitare, dhe kjo është e habitshme, precizioni është kështu, atje ku tani, të gjithë aty janë kundër Izraelit. Të flasim realisht, janë shumë dekada që është bërë kjo propagandë. Dhe ne vetë, gjatë periudhës e komunizmit jemi edukuar për ta parë me shumë simpati organizatën për qlirimin e Palestinës dhe kemi pa me antipati dhe me neveri qeverinë izraelite, të cilin e kemi parë si qeveri sioniste e kemi quajtur. Po, sioniste. Dhe e kemi parë sionistët izraelitë. Sionistët izraelitë e kemi parë si agresor, dhe kjo është lëndja ajo që ne për 50 vite kemi fshehur një fakt historik të mbrojtjes së hebrejve në Shqipëri. Dhe kjo kaloi si merit tek jugosllavët, të cilin Tito e përdori për beneficionet e veta dhe për një afrim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe po të vini re, në atë periudhë, Tito përdori 2 karta. Këtë kartë, sepse një pjesë e shqiptarëve mbrojtën hebrejt edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut, është fakt që shumë shqiptarë në Maqedoninë e Veriut janë bërë stre për hebrejnë, ka libra, ka botime. Dhe e dyta, përdori dhe kartën islamike. Pra, duke përdorur shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë së Veriut, por edhe të Bosnjës, bosnjakët, Tito vendosi marrëdhënie me gjithë lindjen e mesme dhe bëri atë që e shfrytëzoi si kryetari i grupit të paangazhuarve. Pra, tani ne që kemi mbrojtur hebrejnë dhe ne që tani e kuptojmë që çfarë gomalliku kemi bërë ato 50 vite. Tani, si ka mundësi që kur shkojnë në rrjetet sociale që ku janë kundër izraelitëve? Është e vërtetë, Lani. Varet se si e lexon një konflikt. Ka qytetarë që e lexojnë në rrafshin religios, në rrafshin fetar. Dhe ju duket si një përplasje midis hebrejve dhe muslimanëve. Disa të tjerë e shohin si një përplasje të shteteve, disa të tjerë e shohin si përplasje mes një shteti që shtyp të pambrojturit. Varet se nga cili këndvështrime dhe mos harrojmë edhe një gjë. Ajo që quhet lufta hibride kibernetike edhe mediatike që vjen nga influencat e huaja, në fund të fundit ato e bëjnë të veten nëpërmjet postimeve që bëjnë dhe të gjitha manipulimeve që bëhen. Realisht do doja që qeveria shqiptare, institucionet shqiptare që janë më të informuar se sa ne të mbajnë qëndrimet e tyre, edhe klasa politike, edhe politikanet do të mbajnë qëndrimet e tyre, nuk duhet ne duhet i themi ato që mendojmë. Si kemi qëndri tani? Ti si diplomat, si e vlerëson këtë? Në përgjithësi kemi një lloj konformizmi dhe se nuk jemi të qartë? Nuk jemi të drejtë për drejtë. Për shembull, nuk shoh politikanë që marrin riskun për të vërtetën që mendojnë. Pra, në tryeza private flasin ndryshe, në tryeza publike, në mediatike flasin ndryshe. Pra, flasin atë që duan të dëgjojnë të tjerët, ndoshta që janë më të fuqishëm ose që ne kemi marrëdhënie me ta, por në anën tjetër pastaj flasin kështu. Ne duhet kemi një qëndrim të qartë, dhe ajo që thash në fillim, ne duhet të përgatitemi për gjitha këto sfida, sepse në fundi duhet kemi një përgjigje për çdo pyetje. Pra, këto pyetje që mi bën mua, i bën edhe kryeministit Shqipërisë, presidentit Shqipërisë, edhe drejtuesve të tjerë institucioneve shtetërore, por edhe partive politike dhe opozitës. Pra, të gjithë duhet kemi një qëndrim. Ore, çfarë mendojmë ne për këtë që ndodh? Pra, nuk kemi qëndrime zyrtare, të themi. Të qarta, të drejtë për drejta. Plus, më vjen keq që edhe unë jam pjesë e grupit të instituteve të pavarura, por nuk jemi aq proaktiv për të mbledhur dhe për të debatuar mes nesh. Besoj jeni në atë të Këshillit Ambasadorëve? Jemi, po heshtim, në një farë mënyrë nuk e se kemi. Edhe ju që keni bërë si Ministria e Jashtme nr. 2. Është kompleksi, është kostumi që të mban ende, duket sikur e ke atë. Madje ishim në një takim para disa vitesh me një president edhe në Shqipëri dhe Këshilli Ambasadorëve. Po, dhe disa kolegë të mi po e shikonin atë sikur ai do të jepte mandatin dekretin për ambasador. Dhe u thash,
kolegë thash ne kemi dalë në pension, nuk do presidenti ka nevojë që ne të japim mendime të qarta këtu dhe të pa kompleksuar, ta ndihmojmë me ato që mendojmë ne. Dhe shpeshherë ne Landi nuk shkëputemi dot nga kompleksi. Vinte ajo që quhet konflikt, por që zoti Trump e tha që unë e shmanga midis Kosovës dhe Serbisë. Ke qenë ambasador në Prishtinë. Në çfarë momenti është Kosova sot, se kur thonë Kosova është një hap përpara Shqipërisë në drejtim të zgjedhjeve, mua vjen për të qeshur. Jo, mos qesh, do të themi të vërtetën që kur voton populli, janë model. Kur i merr në dorë pastaj institucionet për ta menaxhuar atë votën, e bëjnë katastrofë, më keq se ne. Kështu që në një farë mënyre jo për pjesë kështu, jo xhelozie, se kjo nuk ja vlen për xhelozi, po 32 mos gaboj, jo 32 seanca? 32. Po kush po i numëron thuaj? Çfarë vlerë ka? Tani ja 42, ja 52. Edhe 132. Shiko, është krijuar precedenti që mund të shkohet edhe në 332. Sepse si thaj, 33 trekungull tha nuk i mbet, 33 tha, 333 mund të mbash. Tani të gjithë po lexojnë zgjedhjet lokale. Domethënë gara është për pushtetin lokal. Vetëvendosja kërkon të rimarrë disa bashki, Lidhja Demokratike kërkon të mbajë ato që ka, PDK-ja po ashtu, pra në një farë mënyre interesi personal. Interesi është për zgjedhjet lokale dhe është për të ardhur keq kur shikon se në çfarë sfidash është Kosova. Po pra, po, kjo është. Dhe nuk mblidhen për të diskutuar për të dëgjoj do ta lëm një herë punën e pushtetit anash. Sepse Kosova dhe politikanët e Kosovës kanë treguar që dinë dhe të bashkohen, të kenë edhe seriozitet. Pse nuk e bëjnë këtë gjë? Shiko, më vi keq, po zoti Kurti që ka pushtetin më të madh dhe është një politikan i ditur, nuk është një njeri i paditur, është intelektual i formuar. Për fat keq ende nuk është shkëputur nga disa komplekse lidhur me rëndësinë e pushtetit. Pra nuk të kalojnë vetëm për të pa shtetin, për shohin ende pushtetin. Pra nuk ka njerëz që bëjnë një hap mbrapa për hir të kombit. Shiko, më gjen një politikan që për hir të interesave kombëtare ose për interesave të partisë vetë, ku di unë, thot unë do të tërhiqem, sepse në fundit Shqipëria ose Kosova nuk mbahet vetëm me. Po, është tërhequr, sigurisht është tërhequr dhe tha, jo, thënë lapidar. Ne japim pushtet tha për të bërë shtet. Pikërisht, po kjo duhet. Ky duhet të ishte modeli që duhet të thishte këtu dhe atje. E në Kosovë, shiko tani, çfarë ndodh. Çfarë rrezikojmë tani për Kosovën? Nuk është se rrezikojnë një gjë të madhe, po çfarë mund të fitonte Kosova nga konflikti? Askush nuk e shtrok këtë pyetje. Se a mund të fitonte Kosova nga konflikti? Po sigurisht që po. Çfarë? Sepse do shkojnë në bisedime Trump dhe Putin, ose po bëjnë bisedime për çështjen e Ukrainës, i kërkon ai Krimen. Juve ju kujtohet që Putin thoshte, më njihni Krimen, unë do njoh Kosovën. Askush nuk e përdor këtë për t'ja hedhë këtë patate në tryez, për t'i thënë dikush... Mund të ndodhë kjo çiku? Për t'i thënë presidentit Trump që urdhro mund t'ja thush këtë që vete ka... Mund të ndodhë kjo? Po duhet të luftonim, ne duhet të luftojmë në të gjitha frontet. Do të thënë, në qoftë se qëndrohet te kjo devizë që tha Putin që më një Krimen që unë të njoh Kosovën, zgjidhej. Futunin nëpër arkiva e ka thënë vetë Putin. Pra, tani mua më vjen keq që nuk ka njerëz që mbajnë shënim këtë gjë dhe për ta përdorur për të mirën tonë. Ore në fund të fundit, neve na vjen keq për çfarë ndodh në Ukrainë, apo çfarë ka ndodhur në Krimea, apo çfarë po ndodh në lindjen e mesme kështu me radhë. Por kur e fjala jon, është interesi ynë kombëtar, është Kosova. Çfarë po bëjmë ne për këtë gjë? Se ne bëjmë sikur kemi akoma të mentalitetin bolshevik gati, që dukemi si kujdestar të botës. Ne nuk jemi kujdestar të botës. Ne nëse arrim të kujdesemi për këto punë tona, do të ishim shumë të mirë, sepse janë edhe shumë shtete më të fuqishme se ne, që po e lexojnë me shumë vëmendje këtë zhvendosje të aksit të paqes, të stabilitetit apo të gjeostrategjisë, po e shikojnë me shumë vëmendje, duan të dinë ku jemi. Vetëm ne themi, jo mos ka si problem, ne jemi të parat, se kështu kemi qenë gjithmonë. Ne edhe pastaj në fund fare i kemi hyrë një vagonit fundit çfarë do qoftë. Nuk duhet të jetë kështu, sepse sot të rinjt edhe gjithë brezat janë më të informuar, janë më pak të kompleksuar nga e kaluara, nga varfëria, nga diktaturat e kështu me radhë. Pra ne do të jemi të hapur për të biseduar edhe me miqt. Pyetje e drejt për drejt. Philip Rieger, nga diplomatët më të shquar amerikan, besoj ju keni dhe jo thjesht njohje, po besoj
E kam mik. E ke mik? Po. Ai po na lën balë, ai tha s'ka më interesa si dikur Amerika në Ballkan. Shiko, Philip Riker është një nga diplomatët amerikanë më, themi, se fjalën pro-shqiptare përdorim shumë, por është një nga njohësit më të mirë të realitetit shqiptar. Është i pari diplomat që ka hyrë edhe në Kosovë me Holbrooke, ka shoqëruar Richard Holbrooke me UÇK. Me UÇK. Ka dhënë një kontribut shumë të madh për shqiptarët në Maqedoni. Mund të them se me Philip Riker kemi realizuar dhe pajtimin e vështirë me Thaqit edhe Ahmetit në Maqedoni. Me Ndu Thaqit? Po, me Ndu Thaqit. Natyrisht, unë i kam udhëhequr në, themi, atë aksionin, por Philip Riker ka qenë mbështetësi kryesor në pas me. Çfarë përshtypje ke për Philip Riker? Përshtypje shumë më të mira. Absolutisht është një mik i Shqipërisë, madje edhe kur ka ardhur në Shqipëri që ka bërë ato deklaratat e vështira për Partinë Demokratike, privatisht më ka shprehur brengën për situatën, për vetë, në PD, edhe për ish-kryeministin, të cilit i vlerëson punën, kontributin, por në fund të fundit ishte në pozicion që duhet jepte këto qëndrimet që ka dhënë. Pra prit tani, se nuk mund të kalojnë kështu diplomatikisht këto Beni, se ti ke qenë dhe gazetar. Do të ti ke pasur kontakte me Philip Riker në momentin kur shpalli Amerika non grata zotin Berisha. Kemi pirë një kafe pas takimeve zyrtare, një kafe private. Pishin kafe me një te cepi atje, nuk është një gjë, po të pish kafe me Philip Riker, nuk është një, kjo është ngjarje. Dhe çfarë ju tha i konkretisht për vendimin, ishte marrë vendimin për non grata? Shiko, them një gjë, përveç Philip Riker kam edhe shumë miq të tjerë. Nuk e diskutoj këto, unë prandaj të kam ftuar ty këtu. Por në rastin konkret, sigurisht që si ish koleg që kemi qenë në Maqedoni, jemi konsultuar, kemi pi kafe dhe kemi biseduar jo vetëm për çështjen e PD-s, në cilën unë nuk është se kam ndonjë ndikim, ndonjë rol, por kemi biseduar edhe për Kosovën, për Maqedoninë, edhe për zhvillimet në tërësi. Sepse në atë moment ai ka patur... Intervista ime mos të bëj shumë diplomat, të lutem. Jo. Se të njoh mirë dhe më njeh mirë. Të lutem, më rri këtu me frena dorë këtu tani, të lutem tani. Se po na ndjekin andej dhe kemi edhe ca këtu në studio. Patjetër. Kemi publik këtu që mund të duat rokase. Tani, me Philip Riker, të mbaroj mirë këtë punë e Kosovës. Po, dakor. Kur e dëgjove deklaratën që ne nuk kemi të njëjtat interesa, çfarë do të thënë ka kjo? Tani unë kam biseduar me të edhe në Washington këtë vit kur isha me Riker, kam biseduar edhe me disa personalitetet tjera që edhe janë edhe nuk janë në Departament Shtetit. Dhe shqetësimi për ne, shqetësimi miqësor është se për shkak të një strategjie të re që kanë Shtetet e Bashkuara për rolin që do luajë në botë, por edhe në Europë, edhe në Ballkan, shqiptarët do të përgatiten të kenë qëndrimet e tyre të qarta dhe nuk është më koha që ne të marrim për falas gjë, ose jo në kuptimin për falas, se kemi paguar në gjë, po nuk duhet të presim gjithmonë. Do të Amerika nuk është më kujdestar. Sepse, po të shikon, këtu nuk ka asgjë për të habitur, sepse vetë raportet e Shteteve të Bashkuara me Europën kanë ndryshuar shumë. Kurse ne, domethënë, nuk është se jemi ndonjë faktor i jashtëzakonshëm pa cilët nuk bëhet. Ne jemi pjesë e Europës dhe vetë themi. Dhe shumë mirë që Shtetet e Bashkuara nuk na shohin as si problem tek i cili duhet ndërhyjnë për të bërë një zgjedhje, por nuk është se edhe jemi popull i zgjedhur. Nuk kemi popull i zgjedhur? Po nuk kemi, sepse isha një konferencë me këto historianët tanë që kujtuan 100 vjetorin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara, nga cilat 40 ishin minus, po e trajtonin si, i tha shiko, para se të kishim ne marrëdhënie të ngushta me Shtetet e Bashkuara, mos harroni se i kishte Greqia, i kishte Jugosllavia, i kishin të tjerët. Prandaj ne do të ulemi të bëhemi realistë, të flasim me këmbë në tokë. Pra, do të shohim se ku jemi në raport me të tjerët. Jo ku duam të jemi ne. Se ne mund të duam që të përdit flasim me presidentin Trump, ta pyesim çfarë bëre, por ne nuk jemi askund këtu. Ne duhet ulemi me këmbë tokë. A mund të zgjidhet ajo që kemi me Serbinë? Kurse ajo e deklarata për luftë, që ndaloi luftë, është pak e tepruar. E Trumpit e ka fjalën. Po, është pak e tepruar sepse nuk ka ndodhur ashtu. Nuk ishim në kushte. Unë ndalova një konflikt, thaj. Unë shmanga një konflikt. Shiko, tani presidenti Trump ju e dini
i përdor këto situata. Ka inflacion, thua ti? Te këto deklarata? Në këtë rast, shiko, nuk është, se edhe zhvillimet e më vonë, nuk është se nuk jemi në praktikë një konflikti. Nuk jemi? Nuk jemi. Në Serbinë? Nuk besoj. Jo, atëherë po ta riformuloj pyetjen. Kjo indiferencë e SBA-s ndaj shqiptarëve të Kosovës, ndaj Kosovës, mund të rrisë kërcënimin dhe konfliktin e Serbisë që ta motivojë Serbinë që të kalojë në një ofensivë politike dhe diplomatike ndaj Kosovës? Shiko, Shtetet Bashkuara asnjëherë s'kan bërë hap mbrapa. E kanë njohur Kosovën si një shtet i pavarur dhe bashkëpunojnë me të. Rreziku më i madh Kosovës nuk i vjen nga jashtë, i vjen nga brenda. Dhe ajo që po ndodh në Kosovë është dobësimi i institucioneve të Kosovës, është dobësimi i ekonomisë së Kosovës dhe po e bën Kosovën një shtet qesharak në sytë e botës dhe qesharak, po sigurisht, në qoftë një shtet që nuk ka fuqi të zgjedhë një kryetar kuvendi me 34 seanca, 33 sa ka shku. Më thuj mua çfarë serioziteti paraqet. Pra, imagjino një shtet që ka nevojë për njohje, e zhvendos nuk je kryetari i kuvendit. Nuk ka mundësi për të bërë një kryetar kuvendi, më kupton? Dhe si ka mundësi që një parti politike nuk tërheq dot një kandidat ose nuk futen në një cikël të zgjidhjes. Duhet ta zgjidhë atë ngërç. Po duhet ta zgjidhë që krizë, jo ngërç, krizë. Ne kemi qenë këtu kur Kosova është gjithmonë është konsideruar shembull pozitiv, apo jo. Dhe ka qenë në avangard edhe në bisedimet me Serbinë. Sot jemi aty që Kosova tregohet me gisht në kuptimin që shi qa bëjnë. Dhe neve nuk du të kemi luksin për të bërë shaka të tilla kur është fjala për një shtet të ri që ka nevojë për njohje, ka nevojë për konsolidim e kështu me radhë. Por lidhur me konfliktin, nuk ka asnjë shans sepse dihet që në fund të fundit kombi shqiptar vepron si i njëjtë. Nuk mund të ketë copëzime në këtë raport dhe duke qenë antar të NATO-s është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë që të ndodhë një konflikt në kufit. Mund të kthehet sërish teoria e këmbimit të territorëve, shkëmbimit territorëve, e ndryshimit të kufive? Shkëmbimi i territorëve, bashkimi kombëtar, çdo opsion mund të mbetet i hapur nëse krizat vazhdojnë. Tani të lutem mos më fol si ambasador mua. Po flas shumë shqip. Të lutem tani. Po sigurisht. Ti do flasë sikur punonin bashkë kështu te Gazeta Panorama. Jo, më s'ka si. Ore, Trami mund të thonë këtu kjo zgjidhet kështu. Ndryshim kufish, Kosovë, Serbi dhe paqe. Serbia i një Kosovën. Ç'do bëj? Do të ndodh? Po mirë, të bëj një pyetje. Po nëse Trump thotë do bashkohen gjithë shqiptarët, çfarë? Po pra në zemrën tonë do kemi Trump. Ne kemi një qasje hipokrite dhe po ta them unë. Ta thash edhe më po, si publikisht po patjetër, sepse ne i rrumbullakosim intervistat, qëndrimet dhe i bijem rreth rrotull idees. Edhe ti po rrumbullakon sa gjëra të këtë intervistë. Jo, unë po përpiqem të jem shumë i drejtë për drejtë. Jo, ti po përpiqesh të jesh shumë diplomat, shumë ambasador. Jo, jem shumë i drejtë për drejtë këtë herë, s'kam as i petka ambasador. Ti thua që mund të ekzistojë ky varianti, mund të kthehet? Po pra. Jo, se pyetjet i bëj unë këtu, kur dalim për jashtë mund të pyetësh, po këtu i bëj unë pyetjet. Po mirë, unë po. Ose kur të kesh ti atë podcastin tënd, do vi unë me shumë qejf. S'kam ndërmend apo jasë. S'ke ndërmend. Po mirë, po të themi një projekt tëndin, po e fuskot. Po thosha këtë që aq më shumë që dëpsohet Kosova së brendshmi, opsionet negative për të janë aty. Rënd, shumë rënd. Tani, vinte kjo Shqipëria jonë, te shteti am, që ata thonë Vjosa Osmani nuk e dia e gjove, kam ngelur speechless, ose si që thënë ata pa tekst. Kjo, se në dëgjon një aty që një shumë mirë anglishten, speechless nuk përkthej, ne themi pa fjalë, në Kosovë pa tekst. Është e bukur, mua më pëlqen shumë, pa tekst. Si himni. Ne jemi tha dy motra, tha, Shqipëria dhe Kosova, tha, dhe shkojmë në njërë keq, në njërë mirë, tha, po jemi dy motra, tha, se duhemi më shumë. Po mirë, presidenti e Kosovës, di që Shqipëria është shteti ama, po ç'a di presidenti e Kosovës? Po më habit, në fakt... Se ke dëgjuar këtë? Nuk e kisha dëgjuar, nëse e ka thënë... Po, e kam parë live, më. është lejthitje vere. Lejthitje vere? Po. Presidenti Osmani, ambasadori Çeku thotë lejthitje vere. Po sigurisht e them, sepse ashtu siç ka disa lejthitje dimri, që vinë nga disa koleg,
që flasin për kombin kosovar. Ç'është ajo kombi kosovar? Po pra të dy idiotizëm. Shiko, Jo, ajo s'është lejthitje. Shiko, ajo kombit kosovar, ajo është e pistë, është e ndyrë. Ajo është teza më e ndyrë. Ajo është tezë serbe. Anti-shqiptare. Po pra, tezë anti-shqiptare. Absolutisht. Kurse kjo ka dashur të bëhet interesante dy motra. Nuk jemi dy motra, Shqipëria është shteti am. Dhe ne nuk du të kemi kompleksin për t'i thënë botës që ndaj nesh është bërë padrejtësi historike. Dhe kjo është në arkivat britanike, në arkivat gjermane, franceze, amerikane, e kështu me radhë. Ne shpeshherë i kapim gjërat të fragmentarizuara dhe i qërodisim dhe ata që na dëgjojnë. Por në thelb ne du të jemi të vërtet, të tregojmë se kush jemi, si jemi dhe çfarë ka ndodhur dhe kompromisi që kemi bërë. Ish ambasadori i Shqipërisë në Prishtinë. Parashikon për ta mbyllur të Kosovë, parashikon që një ditë të bashkohet me shtetin Am Kosova, të bashkohet me Shqipërinë në një shtet. Përderisa ka ndryshimet mëdha në gjithë botën, pse jo? Absolutisht po. Ëndra e rilindasve është ajo dhe është korrigjimi një padrejtësie. Disa më gëzohem me këtë që më the. Nuk do të them asnjë fjalë të keqe diplomatike për mënyrën të diplomatike. Jo, biles unë e kam bërë edhe e kam postuar pak me ironi. Jo, e di unë ato postimet e tua me sarkazm me ironi, se do të pyes për këtë romanin unë të bukur këtu, po kjo që ish ambasadori i Shqipërisë në Prishtinë thotë që një ditë do bashkohet Kosova me shtetin Am pra me Shqipërinë, është e jashtëzakonshme. Absolutisht do të ishte një kontribut për paqen, do të ishte një kontribut për ekonominë, dhe absolutisht nuk do të ishte asnjë lloj kërcënimi për askënd. Tani vim te ky fshati ynë Shqipëri, tani pyetja më e rëndësishme është, e ka ulur interesin Amerika për Shqipërinë? Nuk besoj, por shiko, çdo shtet është, shtetet janë si njerëzit. Kanë një energji të limituar, të përcaktuar dhe ka prioritete se ku do të harxhohet energji më shumë. Mendoj që Shtetet e Bashkuara kanë disa sfida njëkohësisht, kanë sfidat e brendshme, siç e keni parë, me çështjen e migracionit, me stabilitetin ekonomik e më radh. Agenda Trump është një agenda ambicioze dhe do shohim se si do të vijojmë atutje. Ka patur sfida edhe në raport me bashkëpunëtorët, përfshi Elon Musk. Do të pyes për atë, do kemi ndërprerje publicitare në këto momente. Publicitet dhe kthehemi sërish me Arben Çekun, diplomat, gazetar, shkrimtar, edhe për librin e tij Kandidati për kandidat. Do flasim së shpejti. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Invest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. AK Invest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimi Manigram në çdo zyrë dhe agent AK Invest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Invest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit, kthehemi në studio. Faleminderit edhe një herë institucionit monetar Manigrama Invest për mbështetjen e emisionit Dekalog këtu në Dritare TV. Ambasador, 2 vjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa ambasador në Tiranë. Është extraordinary, thonë amerikanët. Çfarë ndodhur? Pse edhe ne kemi lënë Vatikanin pa ambasador për disa vite. Çfarë krahasim? Kjo është nga bëjmë ato shortet në Beni. Po, Instagram, shumë edhe kjo ishte si ajo e atij Axhi Qamilit që i thanë, ore, ke Gjermanin kundër i tha, ore, e kuptoj, fuqitë mëdha Anglinë, po unë tha kam kavajën, thash jakun, tha kam këto, tha. Edhe kjo jotja. Në fakt, shiko, e rëndësishme është që bashkëpunimi është institucional, është serioz, ka patur një çështje që e kemi ndjekur që lidhe me kandidatin e mëparshëm, që pati një veto nga një senator dhe nuk u bë. Nuk arriti dhe presim tani që do të ketë një herim të ri. Jo, prit tani. Para një herë me David Kostelançik që besoj ju e njihni. Një nga diplomatët, po,
më në zë të State Department, që ka qenë madje edhe me shërbim këtu. Do t'ishte mirë për Shqipërinë. Pa ishtë djegur për gjithmonë. Besoj që po, sepse janë djegur të gjitha afatet dhe etapat. Ka patur një përpjekje maksimale për ta mbështetur, por nuk ka arritur. Dhe unë besoj që do t'ishte mirë tashmë të kishte një kandidatur tjetër. Jo, okej, po e di kush është ajo që mua më shqetëson? Nancy Valhorn, që është e dërguara me punë, e ngarkuara me punë, është një normalitet në mënyrën se si funksionon ambasada, zoti ambasador, por anormalitet për ambasadën amerikane. Pse? E krahasoj me Leila Mosesuan. Po. Ajo ishte pothuajse një ambasadore. Bënde deklarata, bënde reagime, shkonde në bar aktivitete, shkonde në SPAK, shkonde ku ishim mbledhjet e reformës drejtësi, ndërsa homologja e saj nuk ndodh kështu. Po, paka shumë njëjtin qasje kemi edhe në Kosovë, ndoshta deri diku edhe në Maqedoni. Pse? Sepse ambasadorët në përgjithësi nuk prodhojnë vetë qëndrime dhe agenda. Ambasadorët ushtrojnë detyrat në raport edhe në sinkron me udhëzimet që marrin nga qendra. Dhe Departamenti i Shtetit në këtë periudhë ka gjykuar që mos të ketë një interferencë siç ka qenë dikur. Por me ne është problem, se ne jemi hyp në listë vrava zbrit nga jo, dhe kur s'flasin është lajm. Por ne kur janë aktiv, themi pse janë aktiv, pse ndërhyjnë, nuk i duan. Sa e bukur kjo. Sa po ato bëjnë detyrën e tyre të riqen, pa këto, pse s'ndërhyjnë, pse s'ndërhyjnë në Kosovë, thonë, ta zgjedhë. Ja, po të ishte ambasadori filan, do të thristet. Jo, pyetja e dikush është për zgjedhjet këtu. Po. Bashkimi Evropian reagoi mbas 24 orësh dhe mbas 3 ditësh. Që bën deklarata, bla bla bla. Shtetet Bashkuara të Amerikës me deklaratën me një fjali kishte titull po pa tekst. 17 fjalë. Populli shqiptar bla bla bla, nëse të kujton. Tani gjitha këta të PD-sa e ka kundër Ramës. Ishte bërë tillë që të lexojë nga të dy krahet kundër. Pra, këto të Ramës Mos Amerika po bëhet si Evropa? Me ne? Shiko, Amerika është një fazë transicioni dhe vetë Departamenti i Shtetit është një tranzicion njerëzish, konceptesh, strategjish. Unë besoj që do të ketë përsëri një qasje më proaktive, por varet nga zhvillimi. Më proaktive. Do kthehet. Patjetër. Tani vinte ajo që është diskutimi më i rëndësishëm. Zoti kandidat për kandidat. Çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? Do të thonë ju keni qenë funksionari i asaj partie, keni qenë zëdhënës i kryetarit të Partisë Demokratike zoti Berisha. Dhe një nga njerëzit më paqëtor, më pozitiv në atë parti dhe pastaj sigurisht keni ndjekur karrierën tuaj. Çfarë po ndodh në parti? Tani humbi dhe thotë s'kam humbur. Shiko, lidhur me pozicionin tim me PD-n, nuk është se kam qenë ndonjëherë në figurë, s'kam qenë asnjëherë antar i Këshillit Kombëtar, asnjëherë në kryesi apo në forume. Nuk kam patur asnjë pozicion tjetër publik të mbështetur nga PD përveç angazhimit në rikthimit në Ministrinë e Jashtme. Unë kam qenë në Ministrinë e Jashtme, jam larguar në 95-ën me vullnetin tim dhe kam shërbyer 2 vite si zëdhënës i PD-s dhe pastaj në zyrën e shtypit dhe në vazhdimsi sigurisht u mbetem një demokrat më i vjetër se doktori 2 ditë. Sepse unë kam qenë student dhjetori. Dale, si ishte kjo, si ishte? Je më i vjetër edhe se Sali Berisha? 2 ditë. 2 ditë, pse? Si shokët e mi, po kam qenë student dhjetori. Po pse kur erdhi Berisha? Berisha erdhi ditën e dytë. Në 12? Po e ka thënë vetë se ka qenë jashtë. Ka me Besnik Mustafajin. Po, në 12? Po, dhe mbaj me Bledi Goxhin kur e thiri, tha këtu kemi, tha profesor doktor Sali Berisha. Unë fa kisha lexuar shkenca dhe jeta. Po, i kam në arkiv. Kisha përfiturimin që është shumë i vjetër, kur doli aty pash ishte i ri, thash unë edhe pas ka dhe shkencëtar të ri. Ke qenë ndonjëherë berishist? Kam qenë gjithmonë demokrat. Jo berishist. Dhe ndoshta kjo më ka... Si mund mos ishe berishist, se kuptoj këtë unë që zëdhënësi Sali Berishës të mos jetë berishist? Shiko, unë kam filluar kur ka qenë kryetar Tritan Shehu. Dhe Berisha ka qenë president. Aq më keq pastaj. Jo, unë kam... Shiko, të gjithë i kam miq. Problemi është se unë kam besuar tek Partia Demokratike si institucion prej fillim.
Kjo ka patur të mirat e veta për mua, po ka patur edhe anët negative, sepse duke mos qenë i lidhur me një lloj nepotizmi ose një marrëdhënie shumë personale, nuk kam bërë ndonjë karrierë siç kanë bërë shumë të tjerë. Unë i kam besuar idealeve të mia dhe i besoj edhe sot, domethënë jam 30 vjet demokrat, nuk kam ndryshuar asnjëherë parti. Jo, edhe fraksionet llogarit dalin 30 të gjitha 30 e sa 35 po? 35. Edhe kur ka patur fraksione që miqtë mi janë ndarë, kanë krijuar fraksione. Ti nuk je ndarë? Asnjëherë. Edhe ofertat që kam patur gjithmonë i kam thënë. Sipas statutit të Partisë Demokratike, kryetari që humbet zgjedhjet duhet largohet dhe nuk duhet kandidojë më. Jeni dakord me këtë që zoti Berisha nuk duhet ikë ose duhet ikë? Me kë jeni dakord? Shiko, është bërë një koncentrim shumë i madh reagimesh tek zoti Berisha. Unë mendoj që ka dhe shumë të tjerë që duhet të reflektojnë. Ka dhe shumë të tjerë që duhet të bëjnë një hap mbrapa. Unë mendoj se Partia Demokratike as nuk bërohet më e mirë, as më e keqe, vetëm me një person, me Sali Berishën, në krye apo jo. Unë mendoj që aty ka shumë persona të cilët e kanë kryer karrierën e vet politike, nuk ka çfarë japin më as Partisë Demokratike. Të jesh deputet nuk është thjesht të jesh i punësuar në parlament, të mos ngatrojmë punësimin administrativ ose punësimin administratën e parlamentit me të qenurit figurë politike përfaqësuese. Shoh që shumë njerëz kërkojnë ndorheqjen e Berishës, natyrisht i mbetet atij për të reflektuar. Unë besoj që do ta gjej momentin e reflektimit dhe uroj ta gjej. Sepse ti mendon që Berisha do largohet? Shiko, nuk është fundi botës, edhe largimi i Berishës, një ditë do të largohet Berisha nga Partia Demokratike. Pyetja që shtroj unë është... E i thotë jam misionar. Shiko, pyetja që shtroj unë sot është kjo. Çfarë do të ndodhë nëse largohet Berisha? A është kjo parti duke u përgatitur për të vijuar përpara pa Berishën? Së mirë me Berishën erdhi deri këtu, çfarë si ka? Ai mori 50 deputet, sa janë 50 deputet. Në fund të fundit riktheu atë që humbi gjatë rrugës, por pjesa tjetër a e mendon se ku janë në raport me misionin e tyre? A ka deputet aty dhe politikanë që mendojnë se përfaqësojnë një mision, përfaqësojnë një parti politike, apo thjesht janë të punësuar me listë për të qenë deputet? Mu më vje keq, shoh atë garen e madhe brenda për brenda për të zënë një karrige deputeti. Ore, në fundit edhe pate karrige jetot, unë jetoj pate karrigen e deputetit edhe mirë të tjerë. Jeton ti, po ata s'kam punë tjetër. Shiko, ka dhe një dignitet, do të ketë një moral. Dhe kur ti kërkosh tjetrit... Moral në politik? Shiko, kur ti kërkosh tjetrit dorëheqjen, do të mendosh edhe vetë sa ke fituar, sa fushat ke bërë, çfarë ke bërë. Berisha sigurisht e ka... Për mua, nuk ka çfarë bën më tepër, për mua... Pse rri pas e dëmton po thënë? Nuk ka më ndryshim. Kjo statu quo është për ta gryer Partinë Demokratike. Nuk ka çfarë ofrohet më. Unë nuk besoj, Berisha edhe me qëndrimet për zgjedhjet, edhe me qëndrimet e tjera, është duke përsëritur veten. Po Trump është pro Berisha se ky është diskutimi më... Po se kam marrë në telefon akoma, nuk ma ka hap telefon. Riker nuk të tha gjë? Nuk ma kanë hap telefonin për këtë gjë. Nuk besoj, shiko, e di si është puna, ato respektojnë votën e qytetarëve. Qartë. Përderisa qytetarët shqiptarë votojnë, kaq është. Vim te kjo ëmbëlsira tani. Unë e lexova librin. Për 24 orë dhe e kam lexuar. Do thënë ishte i shkriftueshëm në stil dhe madje ti kam shkruar disa gjëra. Ishte Arben Çeku këtu brenda. Ironia, sarkazma, një rrëfim i rrjedhshëm, një stil i rrjedhshëm dhe një autoironi i pashpirt me veten, nuk ishte i lodhshëm fare, më bëri shumë përshtypje numerologjia, 11-qa, kati 11 në të zgjedhjet, muaj 11, ato sinjale të ynore, a i lartë, baba të amore, sa kanë qeshur aty bençe, a i lartë, a i madhi, a i baba të amori, dhe disa emra që unë do t'i lexoj tani, personazhet. Tomor Erzeni, unë e kuptoj se për kë e ka Bençeku, por nuk po e them se për kë. Lule Shjera, Fjolla Tymi, Drejtim Kthesa, Pajtim Karari, Breg Kodra, Mimoza Lastari, Puhiza Fresku, Qetësor Bubullima, Drinëj Elezi, këto janë personazhet që unë sa i lexoja qeshja.
Se unë disa i kuptoj se për ka i kishe. Falenderoj për mundësinë që më jep. Nuk... Ky është romani. Po. Mund të kuptohet si roman autobiografik, por nuk është i tillë, sepse nëse do kisha bërë një roman për veten time, nuk ka kuptim ta bëj për veten time. Por unë aty nëpërmjet këtij romani paraqes dramën e mira. Jo, fakti që ke në vetën e tretë mi njerëz, do të thënë që mund mos e kesh për vetë, ha. Çiko, të gjithë kur shkruajnë e përjetojnë, kanë një pjesë të realitetit të tyre. Është hipokrizi të thush që e gjitha është fantazi. Absolutisht. Jo. Se titulli i njëri është për veten tënde, kandidat ti je. Jo, në qoftë se do ishte ashtu, do ishte analizë, do të ishte një ese, po kjo është roman, është thriller. Jo, ky është roman dhe pyetja e parë, përpara se të shkojmë tek këto pyetjet e tjera. Pse u futen në letërsi? Unë nga letërsia vi. Unë me firmën e Dritora Gollit kam shkuar në shkollë. Si talent. Në cilin vit? Po, në 89-ën, një vit mbasi... Po që letërsi? Po. Po një vit nuk ma dhanë shkollë. Nuk ta dhanë shkollë? Ti jetoj atëre? Në Durrës, kam punu në fermë. Ke punu në fermë një vit? Një vit, po. Po çfarë bën në fermë? Punë krau, punë si gjithë tjerët. Vilje? Punë bujqësie, jo vjelje, kishte punë më të vështira. Do të bëhet të kështu, hapje toke? Hapje toke, gjithë punët e bujqësisë. Sa e bukur ka, ambasadori, po prandaj kuptoj që Ben Çeku pse e punëtor ti, se ti ke bërë më të vështirë. Madje kam punuar, për shembull, edhe në Ersek kam punuar. Në Ersek? Po çfarë në Ersek? Po pse a je nga Kuksi ti? Po jemi larguar në vitet 80. Në vitet 80 nga Kuksi? Po. Në cili fshati Kuksi ti? Lusen. Po pse ikët në vitet 80? Po ikim prindrit për të punuar, për të bërë një jetë më të mirë, edhe atëherë. Jo, si ishte lehtë atëherë? Ishte emigracion edhe atëherë. Jo, po si ishte lehtë? Shumë e vështirë. Po, dhe çfarë punë bënin prindit? Babai ka punuar në tregti. Po? Në bujqësi. Po dhe Dritora e Gollit, ty si jepnin të drejtën studimit, ti mbarove gjimnazin? Nuk ma dhanë, sepse kisha botuar edhe poezia. E kisha botuar ku? Te cilat e drita, te Zëri i Rinis? Jo, te Zëri i Rinis. Te Zëri i Rinis. Kisha marrë dhe i çmim dytë në Durrës për poezi. Në Durrës gjithmonë, çfarë gjimnazi në Durrës? Kam qenë Katuntri. Madje ndjes pas. Nuk e qenë në qytet në Durrës. Ndjes pas me Kolol Dashi na kanë nxjerr tek ka ato tabelat që nxirrin atëherë shumë të talentuarit. Po, ke qenë në shkollë me Kolol Dashi? Jo, unë nuk e di kush ishte Sokoli, po ke fotot që nxirrnin. Mbaj mend me ato balukët Kolin edhe ndjes pas kemi qenë në të njëjtën kështu tabel nderi që quhet, si talente si kështu. Po dhe si ishte rrethanat që Dritora e Gollit sugjeroi emrin tënd për të vazhduar shkollën e lartë? Shiko, ka qenë krejt një takim i rastësishëm i njerëzve të mi dhe i kanë dhënë një fletore të timen me poezi që kisha atëherë. Edhe më ka bërë përshtypje që i kishte lexuar dhe kur e kam takuar lidhjet shkrimtarëve, ishte jashtëzakonshme për mua. Dhe i kishte nënvizuar gjitha poezit, më dha disa këshilla dhe me thënë të drejtën kam edhe disa kujtime nga dritoroi. Mojko Mzeqo më kam mbështetur në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe ata bën sugjerimin dritoroi? Po, sepse për shkaqe biografike, unë vi nga një familje e përsekutuar politike. Ore, tani e përsekutuar që dhe të shuan Durrës, tani sikur s'u del llogaria mu. Ikem nga fshati. Kemi ikur. Çfarë dënimi kishit ju që ishit përsekutuar? Po gjyshi im ka qenë në Burg në Tepelen 5 vite. Në cilat vite dhe për çfarë? Deri në 54-ën. Dhe për çfarë? Po për thjesht mbështesë të këto diversanse në familja jonë është familje madhe. Kemi patur shumë probleme me regjimin, kemi të pushkatuar nga regjimi komunist. Kemi njerëz dhe ishte unë diversant. Kemi njerëz që nuk ju dihen varret akoma. Po është një histori tjetër që jo, tjetër është do të pyesun edhe për një gjë më të afërt se kaq po. Çeku mbi emri yt është Çeku, mbi emri yt është lidhur me çekët në Kosovë? Shiko, tani janë bërë disa libra dhe ka pretendime që kemi një marrëdhënie me Agimin. Me Agim Çeku? Jeni një trup? Kemi në Prizren, po ashtu, një pjesë të familjes. Jo, ne nga Kuksi, kur kërkojmë shumë e shumë, pastaj ne dalim edhe nga zona veriore e Kelmetit. Çeku mua më rezulton nga to. Ka dhe në Korçë, ka dhe në Mat. Në vitet 20-30, shumë kosovar, shumë po them, kanë ardhur në Shqipëri, po tek familje, jo kështu masive, dhe menin në shtetësi shqiptare. Tani, vim te kandidati për kandidat.
Tani, fabula mua më... Pra, të sqarojmë këtë kandidati për kandidat. Spundo ka qenë pikërisht nga ajo biseda që kemi bërë dhe prej atëherë gjitha proceset i kam parë me këtë sy se si zhvillon me ironin, me thënë të drejten, edhe përpjekjet e gjithë atyre njerëzve që përpiqeshin të bëshin kandidat për deputet dhe nuk arrinin dot. Dhe kjo nuk është drama e një personi, unë kur nuk e shkruaj për veten time, është drama e shumë intelektualëve, dhe kjo është një apel për partitë politike që kanë mbyllur dyert dhe i hapin me listë, por nuk i hapin tamam. Dhe në qoftë se nuk bëhet demokratizimi real i partive politike, në qoftë se nuk ka shanse të barabarta, në qoftë se njerëzit që duan të merren me politik kanë barriera dhe pengesa, mos prit që të ketë ndryshim me lëndi. Ka pasur shkrimtar që bën politikan, po edhe politikan që pasaj që bën shkrimtar. Ti ku je? Unë jam një gazetar që kam ushtruar zanatin e diplomatit, edhe shkruaj, për të mos pat ndoj pretendim për të qenë në shkrimtari, ma thjesht shkruaj, sepse unë të shkruaj në shoh si një dram, edhe është një... Kur shkruan, unë nuk shkruaj për të bërë emër, as për të shtuar titujt, as për të shtuar parat. Thjesht, ky libër, për shembull, është një apel i madh dhe është një dramë e madhe që ndodh në politikën shqiptare ka 30 vjet. Si majtas edhe djathtas. Kemi njerëz që përcaktojnë fatet e intelektualëve dhe njerëzve idealist në mënyrë të pamerituar, dhe kemi një grup njerëz që gjithmonë janë aty në obor, dhe kemi disa të tjerë që sillen me dëshirën për të dhënë një kontribut dhe nuk i qas njëri. Dhe ky është një libër që i drejtohet gjithë politikës shqiptare, pavarësisht se një pjesë sot është në pushtet, por edhe aty janë probleme të mëdha të karrierës, të meritokracisë, të përfqirjes së idealistëve, dhe nuk ka një mendim ndryshe. Vinjere bëhen forume politike, edhe majtas, po edhe djathtas, dhe nuk ngrihen t'i thonë mendimet, dhe vetëm kur ndodhin ndryshime të mëdha, atëherë fillojnë edhe mbajnë fjalime, jo po ndodhi kjo, jo po ndodhi ajo. Po ti ku ishe? Ose përcjell atë titullin, po ku ishe ti Adam? Sepse i kam vënë re, domethënë këto qasjet sezonale. Unë mendoj që duhet të ketë një qasje pak më serioze dhe njerëzit duhen respektuar kur vin trokasin për të dhënë kontribut politik. Do lexoj një pasazh. Deputeti Pajtim Karari ishte nga ajo skile që e dinte sekretin e kësaj marrëdhënie të kryetarit partisë me Breg Kodrën, sepse në mirëbesim babai i kryetarit Drino Erzeni ja tregoi me qëllim që të ruhej nga uria hipi i letrave të partisë. Pajtimi e pyeti Drinon se çdo të thoshte uria hip, sepse i kishte dëgjuar si emër, por nuk e njinte si person. Nga ta njinte Dickensin. Drino me fines për të mos e fyer se natyrisht ishte më i lexuar se sa mekaniku i dëkushëm, i tha se Uria Hipi nuk ishte një njeri i vërtet, por një heroj lehtësisë që simbolizonte servilizmin, nështrimin, mungesën e moralit shpirtëror, manipuluesin dhe lakmitarin e sëmur. Ben, kjo ironia jote dhe këto emra të mua më kanë shkrisë qeshur. I kam patur dhe i shohim për ditë rrugëve. I shohim për ditë nëpër televizor dhe janë njerëz që jetojnë vërtet, edhe unë pavarësisht se nuk kam patur në mënyrë eksplicite në mendje persona të caktuar, sigurisht kam një eksperiencë 30 sa vjeçare, shumë që ke pasur në mendje ti persona të caktuar, asnjë vend diskutimun, unë lexoj emrat Breg Kodra dhe unë e kuptoj se për kë e ke. Unë lexoj Pajtim Karari. Deputeti Pajtim Karari. Po deputeti Pajtim Karari. Për ata që na shikojnë. Fjala, sepse edhe kur kam vënë emrat, kam patur një farë qëllimi të caktuar. Për shembull, Pajtim Karari, edhe fjala pajtim, edhe karar, që vjen nga turqishtja, janë e njëjta gjë, pra pajtohesh, i jep karar në një farë mënyrë, ka një lloj pajtueshmërie. Dhe ai i kishte vënë karar që do të dilte në pension patjetër si deputet. S'mund të dilte ai më herët që t'i japte rrugën një të riu. Edhe kjo s'kuptohet fare se për kë e ka Arben Çeku. Jo, kujt i djegle ta mbaj. Unë e tha. Po. E tha. Jo, absolutisht. Do atë që unë kuptoj. Po. Ky nuk e thot. Po ky tha këtu, atij që i djegle ta mbaj. Shiko, themi Pajtim Karari. Po. Unë e di se për kë do të them emisionin. Jo vetëm për atë. Jo, janë shumë pajtima. Jemi sinqert. Ore për ke në mënyrë kështu eksplicite po them ore. Ore, janë shumë që do ta gjejnë. Edhe këtë Drino Erzenin janë shumë që do ta gjejnë veten aty. Më vjen keq, po do ta gjejnë shumë veten aty. E ke fut David Copperfield, e ke futur.
ke shumë gjëra aty, është edhe këto personazhet e tjerë prit Tamur Erzeni, edhe këtë. Ai që i thot ai drejtori, nga si u bë, thot ky, thot pajtim Maniveli, thot u bë si Machiavelli, thot. Po, e ka lexuar, po. Më pëlqeu dhe Lule Shqerra. Lule Shqerra, po. Fjolla Tymi. Po mirë, ajo Lule Shqerra e merr atë vllajën dhe e çon për të parë ato magjirat për ta bërë figurë, për ta bërë. Po Puhiza Fresku? Është prurje e re, pra që edhe që të gjithë Mimoza Lastari. Po që gjithmonë është një elegante, lastar gjithmonë. Po qetësor bubullima, edhe qetësor dhe bubullima. Po. Ben, le t'ja lëm në dorë atyre që do ta lexojnë. Natyrisht është një roman politik. Natyrisht që vëgishin në plagën e politikës shqiptare të këtij tranzicioni. Kush gjen përgjigje për pyetjet që ka patur gjatë kohës, më vjen mirë. Nuk dua t'i bëj reklam librit, se duket sikur bëj reklam për librin, por është gabim ti bësh reklam librit? Unë mendoj, gjithsesi, Reklam është fjalë, domethënë komerciale, po ti do ta bësh të njohur librin, po. Në vitin 2000 kam bërë një ese politike që ka kaluar pak në heshtje, quhet Demokracia e imponuar. Po, unë e kam lexuar. Po, dhe aty shqetësimi që kam ngritur unë është pse mekanizmat duhet të kontrollohen dhe të bëhen të tillë që të diktojnë ty vendimet që quhen gjoja demokratike, por që në fakt që në piknisje deri në përfundim nuk janë as pak demokratike. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka patur një mbivendosje të rolit të kryetarit ose të autokracisë dhe një zhbërje të mekanizmit të votës së lirë. Vota e lirë kërkohet tani në parlament, po vota e lirë duhet kërkohet që brenda partisë. Po. Pra, edhe ky libër, për mendimin tim, ngre shumë alarme dhe shqetësime, sepse ne kemi bërë 35 vjet dhe nuk jemi pjekur akoma. Edhe sa vite na duhet për të funksionuar si një shoqëri demokratike e lirë. Sa njerëz ke parë ti që ngrihen sot dhe t'japin mendime që do t'i japin pasi të largohet Berisha nesër pas nesër, çfarë si ka. Do t'i japin mendime? Ju do jeni këtu kur të ngrihen pikërisht ato që i servilosën sot, do ngrihen dhe do thonë 100 zezat për te, sa po të japi largim. Sepse e njëjta gjë ka ndodhur, unë i kam njohur të dy. Unë kam punuar me Berishën, kam parë edhe se si funksiononte edhe me zotin Basha. Tani kjo ishte pyetja ime. I kam parë të gjithë njerëzit. Nga kush është gënjur më shumë, nga Basha apo nga Berisha? Them të drejtën, e fundit është zhgënjimi për lidhur me këtë angazhimin politik, të cilin e kisha me shumë rezerva, me shumë droje, por me shumë pasion, sepse ju e dini, u votova në zonën e Kukësit, isha i pari që dola si emër, dhe pastaj isha i fundit që nuk dola, mbeta kandidat për kandidat. Sigurisht që e kisha nga Basha, për shkak se do doja që të kishe një qëndrim më serios në raport me këtë gjë, ta vlerësonte angazhimin dhe votën e qytetarëve atje, dhe të thoshte që për arsye X, që në fillim, por unë beta 3 javë në për televizione dhe ju qoja mesazh kolegëve të mi si puna jote, dhe i thoja, Agron Gjekmarkaj atëherë ende nuk ishte deputet, dhe i thoja, Goni të lutem, mos e përmend sepse nuk është ende zyrtare. Dhe u vura një pozitë shumë të vështirë. Pra, në njërin anë isha publikisht isha një kandidat, në anën tjetër u nënvlerësua dhe u bë një shkëmbim me dy miqëmi që nësi ka. Kush shkoi në vendin tënd? Shkoi një deputet shumë i mirë, Flamur Hoxha. Po dhe? Dhe kush tjetër? Flamur Hoxha ishte caktuar në Kamës në fakt. Dhe kaloi nga Kamsa? Nga Kamsa shkoi në Kukës dhe u kriju një mundësi edhe për Flamur Nokën që t'jetë në Tiranë. Unë jam shumë i nderuar. Do të thonë ti janë flamuj, jo flamur, po flamuj ti i ke kështu. Shiko, them edhe një gjë, nuk e cakton vetëm kryetari i partisë karrierën, fatin tënd. Është i madh i Zot që i cakton dhe beso. Unë isha shumë i nderuar kur plasi sherri në Partinë Demokratike që unë nuk isha deputet dhe nuk isha i detyruar për të mbajtur pozicion. Po sa vota morë ti? Mora shumicën. Kalova dhe në atë komisionin që kishin vënë këto partia. Ajo pastaj. Po do të thonë ti mora dhe urime nga ti je më i zgjënjur nga Basha që të la kandidat për kandidat, po Berisha nuk të vuri kandidat fare apo? Shiko, as ja kam kërkuar, as ka qenë. Por nuk të vuri ai, mo
Që të kërkoj, ti të kërkoje, po s'kërkon ti, mos je nga Jo, pati. kur si kam kërkuar askujt, por në atë periudhë Berisha ka qenë ish kryetar. Natyrisht kishte shumë njerëz që kalonin nga zyra e Berishës, por unë kam respektuar gjithmonë institucionet, duke menduar që ai është kryetari i partisë, ma tek kisha. Tani, edhe i pyetje për Romanin, kë vlerëson nga këta politikanë shkrimtarët politikanë, se nuk ka pak, se është Muziku Safaj, Namik Dogle, Ben Blushi, ka një grup. Është një klub shumë interesant, shumë i mirë, janë të gjithë të kulturuar, pikë pari, janë shkriptarë të formuar, janë shkriptarë që minimalisht njohin 1-2 gjuhë të huaja që lexojnë Dhe lexohen romanet e tyre. Dhe sot është sfidë, është një shkrimtar që ti jesh në treg, të bësh një emër se Dhe duke qenë në politikë. Edhe duke qenë politikë. Se kjo është e rëndësishme. Janë një grup shumë i mirë dhe mua më vjen shumë mirë, mund t'i konsideroj shkrimtar modern. Natyrisht që letërsia Po kë vlerëson prej tyre? Të gjithë për edhe këtu diplomatë ben? Jo diplomatë. Mirë, po ta bëjmë drejt për drejtë, si e vlerëson Ben Blushin? Mirë. E vlerësoj mirë. Mas më shgënje kështu tani mirë për Ben Blushin, kaq dhe e the kështu më kpute shpirti më kpute. Jo, prit. Më kpute në mes të më kpute. Jo, po prit se nuk kam qefti. By the way, më fal, për me çesë Rafael. Besiku Safaj. Beni për shembull ka shkruar atë kandidati për atë po ai kishte shumë, domethënë ishte specifikisht për një kandidat, kurse unë kandidat për kandidatën. Po Beni është një romancier shumë i mirë, shumë i kulturuar, shkruar në tekst shumë të mirë dhe beso ka një kulturë të madhe të shkruarit të tekstit, Ben Blushi. Besiku Safaj? Shumë i mirë, Besniku jashtëzakonisht shumë i mirë. Kam lexuar në përgjithësi gjithë librat e tij, bile së fundi lexova dhe një libër që më kishte mbetur pa lexuar, Fati i Marr, një libër shumë i mirë. Por është edhe Ahmet Preçi që po bëhet një shkrimtar shumë i veçantë. Mirë, jo flas tek ta shkrimtar, po patjetër, politikan, po. Për Besik Musafaj, sado që shkruan dhe këtë që përmande se isha dhe në promovim dhe e kam lexuar, por përmes krimeve dhe mirazheve mua më pëlqen shumë. Nuk e zotësoj dot me asnjë. Je dakord me mua? Është pak a shumë edhe në atë si që ka pas bërë një fletore rezervat. Dikur edhe shko, Besniku është një penë e mpret, është shumë i mençur. Është i mençur, ka durim për shkruar dhe është nga të paktët ndoshta, mendoj, nuk e di, që shkruan me dorë. Unë për shembull shkruaj direkt në kompjuter. Besniku shkruan me dorë. Po, i shkruan me dorë të gjitha, i ka dorëshkrime kështu me dorë. Ne gënjem kur themi lexove dorëshkrimin tim, ndërkohë që ai nuk është ai është kompjuterizimi tim. Po. Është mirë, ka edhe femra që janë, për shembull, Flutura Açka është Flutura po si politikane, sepse tani ka edhe eksperiencën si politikane dhe nga brenda. Shoh tani se nga brenda. Po, do ket prodhimtari tani. Ka shumë që besoj që do të bashkohen në këtë. Tani do të pyes diçka edhe për Partia Demokratike 4 fitore, 4 herë fituese zgjedhjeve, Partia Socialiste të majtë 7 herë në 11 zgjedhje. Duket se e rëndësh kjo. Shiko, në demokraci asgjë nuk është e rëndë, në demokraci gjithë duhet përgatiten të japin maksimumin. Nuk flas. Aman mos u fol si ambasador. Jo, sinqerisht. Aman se ti jo aq mirë, po ti e di kur flet kështu ti si zgjo unë, po të piskoj. Jo, nuk flas dot si militant se s'kam qenë kur militant. E beson që militant unë atë e the ti. Shiko, unë po që të thuash, po tani demokracia, po 4 mandate rresht në opozitë. Po, duhet ulim kokën të kuptojmë pse kemi humbur. Po s'ka reflektim atje. Ky është problemi atje. Po, këtë synon ky libër, që të bëj një reflektim, që mos ti shiko Beni. Shpesh herë është marrë a priori si fitore, sepse kemi kryetarin, kemi ish presidentin, edhe me këtë fitojmë, kemi edhe presidentin Trump, por në fakt harruan që fitoria vjen nga poshtë, vjen nga populli, nga qytetarët. Ne duhet mësohemi të kërkojmë falje njerëzve për gabimet që bëjmë brenda për brenda. Ne duhet bëjmë respektin. Ata po shajnë popullin. Po ti mendon që do fitohet me këtë? Ore përgjegjësisht populli do ndroj popullin. Janë sfida tjetër, janë zgjedhjet lokale. Unë mendoj që sot, ndoshta që dje, duhet kishte filluar refleksioni dhe reflektimi për përgatitur zgjedhjet lokale. Ja, po ti s'është bërë analizë të bëhet shtator, se 2021 nuk u bë Shiko, analizë. Do të them edhe i gjatë fundit edhe se nuk duhet ta zgjas këtë punën e politikës.
por kam qenë ndërmjetës për të futur Partinë Demokratike të Zgjedhjeve Lokale në 2019. Po kjo është një histori më vete. Ke qenë ndërmjetës? Po pse si fute? Pyesni zotin Basha. Këtë pyes më? Pyesni zotin Basha, pse? Pyes unë Lulzim Bashën me 1500 vota? Qa thua, më? Jo, ishte kryetar partia atëherë. Ore, 1500 vota që mori tani, ore? Ore, pyete pse nuk hyre në zgjedhje lokale kur u bën ra dakord për të bërë negociata. Kjo është një kapitull që është. Po pse nuk u fut? Po pyeteni pra, nuk e di as. Jo, unë nuk e pyes për vete, se nuk mund pyes një me 1500 vota. Ai ka marrë 1500 vota, 9 vjet kryetari PD-s, dhe të marrësh 1500 vota, më fal. Nëse personazhet që u angazhuan nuk do kishin sot poste të rëndësishme publike në Europë, unë do t'i përmendja me emër. Por sot nuk i përmendat me emër, se nuk kam autorizimin për t'i përmend me emër, por ka qenë një angazhim shumë serioz nga Gjermania dhe janë bërë disa ftesa, një 8 ftesa nga Edi Rama. Po ti po na jep një lajm kështu, tani unë thash të mbyllit të kësaj, po tani pritani, mbaj çik frena tani prap. Unë me frena po e gjithkohës. Do thënë, në atë që quhet gabimi i mirë rënd, faji mirë rënd i Partisë Demokratike që nuk futet zgjedhjet lokale të vitit 2019. Janë bërë negociata që ata të futeshin, duke lëshuar dhe duke i dhënë benefite. Sigurisht. Politike. Dhe cilat ishin benefite? Një. U kërkua për të ulur në bisedime, për të me Partinë Socialiste. Me Rama. Sigurisht, Rama pastaj bëri ftesat nga ana e vet. Po, e mbaj mend. Ka bërë një 7 letra e bla bla bla. Ka bërë një 7 publike sepse donte të tregonte se unë jam i gatshëm për bisedime. Po, dhe unë nuk e di ku mbeti topi pastaj. Po kush e bëri? Kush e pengoi? Po pra, kush e pengoi? Nuk e di. Po që pengoi Berisha. Jo, nuk. Kryetari i partisë ishte Lulzim Basha dhe unë po të them, do të pyesni zotin Basha pse nuk hyri pasi pati dhe negociata. Kishte mbështetje për të. Ben, nuk e pyes Ben. Është shumë e dhimbshme, dëgjoj Benin. Po nuk e pyes o Ben. Unë se pyes. Ore, o Beni, si mund ta pyesësh tani me 1500 vota? Ore ti je i nderuar, ti më vërtet ngele kandidat për kandidat si ky titulli. Po ty të votuan njerëzit. Jam shumë i nderuar. Ty të votuan njerëzit. Po 1500 vota? Shiko, mua biles që ta dish nuk më është dhënë ndonjëherë mundësia të falenderoj gjithë ato demokratët e Kukësit që votuan për mua. Unë vërtet nuk bëra shënime mbrapa sepse nuk doja të përfshija në konflikte, por realisht kam një pikpyetje shumë të madhe Landi. Pas gjithë asaj periudhe ku u angazhuan njerëz shumë serioz për përfshirjen e opozitës në zgjedhje lokale, opozita më në fund vendosi të mos hyjë në zgjedhje. Dhe ajo dramë. Cili ishte negociatori huaj? Personalitete shumë të rëndësishme. Edhe sot kanë të Evropës? Po, të Gjermanisë. Të Gjermanisë? Edhe sot kanë poste shumë të rëndësishme. Po, ma thuaj. Jo, nuk e them. Nuk e them. Jo, nuk mund ta them. E bërë diplomat. Tani, Mehmet Çeu 27 vjet 3 muaj, Edi Rama 12 vjet, Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet e 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Çfarë do të thoni ka kjo? Kryeminist. Se po thuaj se ajo bëj gjithë këtë pyetje. Shiko, kjo është një statistikë që tregon shumë. Jo, mund të qeverisësh 2 vite dhe mund të bësh reforma dhe ndryshime shumë të mëdha, mund të se me difrashë janë këta. Shiko. Sa aq ndendim me difrashë. Edhe Edi Rama pse të qëndrosh, është një lloj mund të qëndrosh në klasë 7 ose në klasë 6, 5 vite, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka se çfarë po bën. Mos mendojmë ne se është zgjidhja pse s'ka fituar opozita, është zgjidhja kjo që është një statu quo. Po? E cila nuk po sjell ndonjë ndryshim të madh. Nuk ka asnjë nevojë e ndryshimit. Është një pamundësi e ndryshimit, por jo se ka ndodhur ndonjë ndryshim i madh fakti që ka edhe një mandat tjetër Edi Rama. Nuk ka rëndësi numri i mandateve. Rëndësi ka cilësia e jetës së qytetarëve, rëndësi ka se çfarë ku rreshtohemi ne në raport me të tjerët dhe ato vitet mund të qeverisësh 3 vjet, mund të qeverisësh 10 vjet, 20 vjet, nuk ka rëndësi. Për mua nuk i kushton shumë rëndësi vitet. Nuk jam statisticien për këtë. Tani krenaria jote më e madhe në jetën tënde, nuk janë as këto, do të thënë, romanet e as karriera jote, po janë 2 fëmijë të tu të mrekullueshëm, 2 djemt të tu që janë model jo vetëm për familjen e madhe Çeku, po model edhe për shumë shqiptar tjerë. Tani na trego pak për ata 2 yjet e tu të jetës tënde. Edhe unë si shumë baballar të tjerë, jam një baba i dështuar. Sepse... Një baba i dështuar? Po, sepse... Si du t'jesh krenar për fëmijët e tuare? Jo, prit, sepse nuk arritëm t'i mbajmë në vendin tonë. Fëmijët e mi janë shkolluar dhe kemi investuar... Si quan djemtë tu? Jon dhe Rin Çeku.
Joni ka mbaruar në universitetin... Sa vjeç është Joni? Joni është 26, ka mbaruar në Universitetin e Torontos për matematikë dhe ekonomi. Rini ka mbaruar... Jo, Joni ku punon? Joni punon në bankën më të madhe kanadeze, TD Bank quhet. Më vjen keq se... Djali tjetër? Djali tjetër ka mbaruar kolegj për inxhinieri ndërtimi, Rin Qejku. Ku? Në Toronto. Në Toronto? Të dy kënë Toronto? Të dy janë në Toronto. Po ti rrin Tiranë me gruan djendë atje, çfarë bën ti këtu? Edhe shkruajmë libra. Po shiko, nuk jam vetëm unë, janë me mira familje shqiptare që jetojnë këtë lloj drame dhe më vjen keq. Po tani ata janë bërë kanadez tani je bërë ti kanadezës? Jo, ata si ja bën më? Ata mbeten shqiptar, si shumë mira shqiptar të tjerë të ri, janë një brez. Mbaruan të mesme këtu? Po, janë një brez i mrekullueshëm të gjithë. Dhe uroj që një ditë Shqipëria të bëhet e tillë që të kenë mundësi të kthehen edhe të kenë një shans për... Duan të vinë? Po, patjetër. I ndjekin. Të punojnë në një ministri për një sektori me rrogën 500.000 lekë, jo 700.000 lekë. Jo, nuk është vetëm zgjidhja ke shteti, ke punë e shtetit. Po të kush? Ata mund të vinë të punojnë privat, mund të punojnë për kompani të ndryshme. Tani tregu është bërë global, nuk është thjesht Shqipëria. Por kur thash një babaj dështuar, thash në kuptimin që ne nuk po i mbajmë fëmijët tanë këtu, dhe këtu jemi të gjithë nga pak fajtor, sigurisht, që nuk ngremi zërin si që duhet, që i bëjmë konformistin dhe në kohë diktaturës dikush ngrije dhe mbante një fjalim edhe e mendote që të shkonte edhe në burg, por atë që mendote e thoshte. Sot është për të ardhur keq, që në forume politike, në forume publike, njerëzit e për typin të vërtetën nuk e thonë. Dhe për aqë kosa ne bëmi... Ti e ke thënë? Jam përpjekur, për nuk kam patur mundësi... Po ku të pyet ty, Joni dhe... Ku të pyet si djemë do? Do ikin ata, do të studiojnë ku duan ata? Nuk e thash për raport me fëmijët. Po jo, se the janë babaj dështuar. Raport me shoqërinë. Si e the këta janë babaj dështuar? Po pyet edhe të tjerë që ju kanë ikur fëmijët. Një sekond, ty të kam parë babajnë më të përkushtuar, edhe kur mbaronim gazetën Panorama në orën 12:01 natës, edhe shkonim në shtëpi, thoshe, po ha buka atje, kalamajt janë në gjumë, kam frikë se mos i zgjoj? Nuk është thjesht një raport ndërpersonal i imi me ta, sepse ne jemi një familje lumtur edhe kështu si jemi të ndarë në një farë mënyrë, sepse ato kanë... Vinë shpesh këtu? Vinë shpesh, edhe unë shkoj shpesh. Edhe ti shkoj shpesh? Po, shkoj shpesh. Minimalisht 4 herë në vit, po. Në Kanada, ha? Po. Tani më duket si rruga dikush me Tiranë Kukës. Të shmë the, më bëtë që këtej mafja. Që ishte 8 orë. Tani atë romanin për këtë babaj dështuar, dhe e vure titullive, babaj dështuar. Ja, nuk besoj që do të shkruaj. Ce? Pa nuk ka që të shkruaj. Kandidat. Shiko, realiteti e te i kalon në letërsi. Kështu që është një dramë që besoj kanë shumë familje shqiptare që vuajnë edhe kur e thash në emër gjithë atyre që i takoj. Çfarë të thonë djemë kur lexuan këtë kandidati për kandidat? Qeshën? Me thonë të drejtën ua kam bërë surprizë. Nuk dinin? Nuk e dinin askush. Po kur e lexuan? Tani ua kam thënë për ta lexuar, nuk e di. Përgjithsisht... Mos kanë harruar shqipen ore? Jo, absolutisht. Na çuditë tani? Jo, shqipja përkundrazi janë të angazhuar, sidomos Joni është i angazhuar me të rinj shqiptar në Kanadat dhe është për ta... Votuan çunat? Janë mira shqiptar në Kanada. Po e di, po votuan djemt? Nuk i kam pyetur. Ore, unë po them, jo për kë votuan, a votuan? Nuk i kam pyetur. Po ti s'qenge babaj dështuar, ti qenge... Dështar, ki madhë. E the ti se thash kur. Shiko, ka një gjë. Ore, të pak të votonin, ore. Dëgjoj Benin, kanë tjera prioritete. Edhe me thënë të drejtën. Po, edhe me thënë të drejtën, dëgjoj, këto zgjedhje kanë qenë zgjedhjet më qesharake që kanë ndodhur ndonjëherë. Dhe mundësia për të zgjedhur atë që ti do ka qenë shumë e vogël. Edhe shi çfarë ka ndodhur me votën e diasporës. Sot fillojnë akoma duke diskutuar votën e diasporës, është për të ardhur keq që diaspora nuk pati një përfaqësim të vetin, mjaftueshëm këtu. Prandaj nuk ka votuar. Kemi ricikluar njerëz që kishin dalë nga politika, kishin dalë në pension politike dhe i kemi rikthyer si përfaqësues diasporës, dhe asnjë nga diaspora nuk është aty. Ku janë të rinjtë e diasporës? Vetëm në Toronto mund të ketë mbi 6.000 të rinj. 6.000 të rinj? Po, sigurisht. Vetëm nga Fierje, nga Tirana mund të jetë 20.000 shqiptarë në Toronto. Kështu që është një dramë që meriton. E mbyllim Bençeku se ma kput e shpirti me këta janë babaj dështuar.
Unë do ta mbyll. Shiko, unë do të... Merreni, lexojeni këtë romanin Kandidati për kandidat, se nuk do zhgënjiheni. Arben Çeku ka bërë një roman me të vërtet është kështu për të lexuar tani në plazh, në këto ditë të nxehta, kështu për ta marrë me vetë. Që diskutohet për vjedhjen e votave brenda jashtë partisë. Brenda dhe jashtë partisë. Ku armiku është edhe jashtë edhe brenda. Lidhur me babain e dështuar, po vë një bast në kohë, uroj ta mbash djalin këtu. Po që se ikën djali do mbësh një mesazh. I thuaj që edhe unë jam mirë. S'të premtoj dot, sepse ata janë të lirë, the vetë janë të lirë. Janë të lirë pra. Por nuk ndikoj dot. Ne dhe Shqipëria ka për detyrë të përgatisi Shqipërinë për brezin e ardhshëm. Ne nuk po e bëjmë sa duhet, prandaj jemi të dështuar. Okej. Arben Çeku, të falenderoj shumë për këtë intervistë shumë dimensionale. Nuk ishte vetëm një. Shumë faleminderit. Dhe të uroj suksese për romanin Kandidati për kandidat. Faleminderit. Faleminderit Landi. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.